Mendoj se do vi momenti domethënë që do është e pashmangshme kjo pjesa që do të kapin nga atë pikën e dobët që ti mund të do ta presin atë gjë. Prandaj po them, unë jam tipi që shprehem shumë, i afroj njerëzit, po që gjithmonë jam lënduar nga kjo lloj gjëje dhe një nga këshillat që më kanë dhënë, edhe që e kam parë edhe në vitet e tjera, kam kuptuar që je e mirë siç je, e vërtet, po sa gjëra mundohet të mbashkëllojë të logjikosh më shumë. Pjesëve që mund të kesh të debat dhe lloj gjëje më thellë se që mund të reagosh jashtë, pra janë ca gjëra që po i ruaj kemi. Edhe një herë, fal? Kujdes na thyve shpirtin. Gjithçka Gjithçka është e rregullueshme. Për sa mendoj që është Edhe zemra rregullohet. Me koha rregullon zemrën. frika, pra komplet jashtë lojës, se nëse ndjem të ndar diçka me dikë do e ndash. Është komplet jashtë lojës, frika është për të mos të kuptuar, që nuk do të mirë kuptohesh, nuk do gjesh empati të tjetrit. Dhe për shembull, unë ndiva veten pa e njoh realisht fare në ascensor se takoj një herë me Eugenin, thjesht son nuk kam parë ose shumë pak në një lloj gjëje bisedat dalje tuaja, gjërat jashtë karrierës po themi, çfarë keni shfaq në ekran. Kurse te Eugenit i kisha parë shumë pak një fragment, një pjesë që fliste për marrëdhënien e tij me vllajën e më kështu gjërash, edhe di që më empatizon për ta gjëra më tepër, më kupton? Edhe më bë shumë qefi, po. Edhe më bë shumë qefi kur erdhi. Ndat bashkë. Shumë E shumë është kjo pjesa që ndoshta nganjëherë mendon tani se mund të kesh frikë, po mund vi jashtë peshmërisë tënde, domethënë mund vi thjesht e shpirtit për të shprehur me një person. S'mund ta mendosh se kur apo si. Shumë unë nga të di që pata një me Sabinën, që ishe dhe ti aty, po ndjeshe shumë keq, pra po mbaja shumë veten, po kisha të ndjesim, më thënë, s'kur t'ishte të familja ime, kupton? Edhe qova për të parë, dhe më thëmë se edhe gjitha gozet ishin aty të mbledhur bashkë, pashe pak tendencën e Lorës që bënte këto batutat. Jo, po ndoshta ka qenë e vërtetë, kupton, që më bëri të ndihem keq në fakt se Lorna nuk është se më njeh, po thjesht ka pas njohur babin tim, edhe mua të vogël, domethënë edhe mendoj që të paktën me mua nuk mund t'i bëj atë lloj provokimesh siç i bën me të tjerë, ose të paktën unë nuk e kam pritur.